rëndësia e adhurimit, dhe sa e rëndësishme është që neve të adhurojmë Perëndin. Nuk e di, ju ka qelluar kur jenit shumë të gëzuar, shumë të kënaqur, edhe mënyra se si e shfaqni, e shprehni atë lloj gëzimi. Fëmijët janë ata që bëjnë një çik më të bujshme, le të themi, më të zhurmshëm. Janë të gëzuar, hidhen, spërdridhen, bërtasin, ngrasin, e tregojnë që janë të gëzuar. Por ashtu edhe zemëri. Një nga gjërat që anglisi bën me mua është në momentin që është i gëzuar, unë bëhem baba i mirë, shumë i dashur, të dua shumë, por kur nuk jam, ose nuk merr atë çfarë ai po kërkon, thot i ftot në çunat e janë ta shkatërrojnë babin. Pra, në mënyra të ndryshme ne kemi atë të shprehurin e këtyre mendimeve tonë ose gjendjen tonë emocionale. Një gjë që është shumë e rëndësishme që ne duhet ta pranojmë, disa e pranojnë, disa e kanë kuptuar, disa edhe sakrifikojnë jetën e tyre. Po flasim për Perëndi. E dedikojnë jetën e tyre plotësisht. Unë kur lexova nga Psalmi 46 në fillim, kur tha nuk do kemi frikë, edhe thash me vete që unë jam i sinqert, nuk ka frikë. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, 46. Një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të lujë dhe malet e hidhen në mes të detit. Para 2 javësh u drodh toka në Santorini. U ngritën të gjithë, shkuan në Athinë. Nuk po kishte bileta trageti, nuk po kishte bileta avioni, vetëm që t'ikshin njerëzit që kur toka filloi të dridhesh. Pra kur toka jon, kur na rrethon kudo që qofshin ne, na dridhet, atëherë çfarë bëjmë ne? Situata ku ne vendodhemi, na dridhet. Na del situata jashtë kontrollit. Me thënë drejtën, ka pa kjo kohë që është, si thuaç, po bëjmë kohëra shumë të vështira, që asnjë nuk e parashikon dot se çfarë do të ndodhë. Në fakt, kështu duhet të jetë. Edhe pse nuk na pëlqen, po kështu duhet të jetë, që neve të kuptojmë se sa e rëndësishme është që neve të mbështetemi tek Perëndia. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë, por e dim, siç na thot tek vargu tek 46-ta, ne e dim që ai është me ne dhe është mbështetësi ynë më i fuqishëm, është absoluti, edhe në fatkeqësi. Po problemi jonë qëndron që në momentin që neve bazohemi tek fuqitë tonë, neve themi që e kemi situatën në kontroll. Kur të dridhet toka jote, kur të dridhen këmbët, nuk është e thënë që po të dridhet toka, zuri tërmeti. Po të ti në situata shumë të vështira, nuk di se çfarë të bësh. Po të shkundet e ardhmja jote, e nesërmja jote, ku ti nuk di se çfarë të bësh. Neve mendojmë, edhe unë mund të ish aty tek ju sot, edhe mund të ishte dikush tjetër që të fliste. Masa do bënte edhe një punë më të mirë. Por ne duhet kuptojmë se më e rëndësishme është të kesh Zotin se sa të kesh jetën fizike për një kohë të shkurtër këtu. Nuk po themi që ne nuk duhet kujdesemi për veten tonë, se kjo është gabim, nuk duhet të themi në asnjë moment që të abuzoj. Por gjithashtu këtu është ku vjen tek rëndësia e adhurimit. Tu vjen dhe tek pikat mbi i që neve do të mësojmë nga Psalmi 96. Ne duhet kuptojmë që është e rëndësishme që Zoti na ka bërë ne, dhe jo ne Zot. Dhe duhet që ne të adhurojmë Zot. Duhet që ne t'i japim meritat Zot. Duhet që ne mos të kemi Zot tjetër në jetën tonë. Ju kujtohet që kur dheu na shkundet, kur e ardhmja jonë na shkundet, sepse ne aty kemi vendosur bazat tonë. Për shembull, në një
në një problem shëndetësor që gjithsecili përballet, gjëja e parë që neve themi është ku do gjejmë lek, ku do përplasëm mund tani. Edhe kjo do të thotë që ti dheu jot të shkundet, që ti nuk je më në kontroll. Ja? Imagjino të kesh hyrë në një makinë po mbrapa në karroceri, që nuk e ulur, nuk e rrip sigurimi që të shon sa me një një cep e një cep. Më përpara në kohët e verit që ku hypshim në herë, po tani. Pra, ti nuk je në kontroll, por dikush tjetër e ka të mo. Kjo do të thotë që në këto momente të tilla ti jesh në gjendje që ta adhurosh Zot. Nuk e di, e bën dot? Por ti po je duke përplasur sa me cep. Edhe të thush Zoti është i ai e dëgjon lutjen time. Edhe byp koka një cep aty. Nuk është thënë fizike, mund të keni edhe probleme të tjera që mund të jesh i ulur përpara një kompjuteri. Edhe mendja jote po bën atë rikoshete, sa me një cep. Po aty është ku të gjesh ti ekuilibrin, që të fokusohesh tek Perëndia. I kujtohet Jezusi ndërsa po heste në ujë, Pietri tha, Zot, unë desha të hec në ujë. Hajde tani. Por më shiko mua. Në momentin që ai po e shikonte, Pietri bëri 2-3 hapa. Por në momentin pa unë, filloi të fullose. Po zhyllë, në zja dorë. Edhe Jezusi tha, pse një hoqe syt me unë? Është mësim shumë i rëndësishëm ky për ne sot. Pse i hoqe syt nga unë? Pse i heqim neve syt nga Perëndia dhe themi të fokusohemi diku tjetër? Më kuptoni, nuk po drejtoj gishtin për asnjë, po sikur kam veten time aty dhe po e pyes, pse i heq ti syt nga Zoti? Pse mendon ti se ti mund ta zgjidhësh më mirë? Nëse neve e kuptojmë që është vetëm Perëndia që na, atëherë do kishte ndryshim total. Edhe njerëzit sot në përballë. Shumë njerëz kur unë isha fëmijë, mosha Joelit edhe më i madh, mendoja që prindrit e mi më rrenin. Nuk e di, kam thënë ndonjëherë që mami ime mendoja se kur ishte shtrik. Se aq shumë sa mbërtiste, aq shumë më korrigjonte. Një nga po flisja me Vosianën para ca ditësh që shkova në Blushti, morëm disa gjëra kështu. Perimesh mund të thosh këto jeshilleqe, që janë këto spinaq, sallat, presh, brokul, lulelakër. Kur isha kështu një nga këto bullizime që neve kishin, nëse thosh bullizim gjënë, po na tallnin, neve hanim shumë lakra. Po një nga mami mundohesh ti kombinonte, po një nga arsyet ishte edhe më e lira, ose me pak shpenzime, sepse spinaqin, lulkuqet, ato lakrat e egra, pra ne i merrnim të to. Kur kishte mundësi, mund therte edhe ndonjë pulë, dhe kjo ishte bio, po ne se kuptoshim. Edhe unë tha, i tregova si thash mamit që shikon, unë kur të rritem unë do largohem në fshatin, nuk fillem aty. Por tani po shkoj për marr lakrat. Po kërkoj që të marr lakrat. Po kërkoj që të marr vezën. Po kërkoj që të marr pulën që rrit, ajo zokun që rrit ai. Ajo çfarë desha të them që në momente kur unë isha i vogël, mendoja që ata ishin njerëzit që mua më rrenin më shumë, por në fakt ishin njerëzit që më donin më shumë dhe janë njerëzit që më duan. Është një periudhë që ti do vish ta kuptosh. A e do, kush të do, ti kesh një mendësi, domethënë një ku ti logjikon, edhe të ndash se çfarë është e mira, çfarë është e keqe. Pra kush të do dhe kush nuk të do. Kush kujdeset për ty dhe kush nuk kujdeset. Edhe kur e shikon me këtë lloj syri, ndonjëherë do ishte mirë që neve ta kuptonin përpara, sa për aq kohë sa neve i kemi njerëzit tanë të dashur që na duan, ta kuptojmë që na duan edhe në një farë mënyrë t'ja bëjmë dhe jetën më të lehtë, por edhe ne në mënyrë të tillë t'ja tregojmë që edhe ne i duam, se në fakt i duam, por ndonjëherë
zëmërimi në ato momente na bën neve që të mos të mendojmë qartësisht. Tani pse e solla këtë shembull? Besoj që e arrim të mësimin te kjo pjesë. Ushtrimi është ky. Kur ne arrim të kuptojmë se çfarë është Perëndia në gjendje të bëjë për ne, dhe në fakt çfarë ka bërë për ne, është përtej limitit ton që të dua. Pra është sakrifikues, sepse Perëndia dërgoi birin e tij Jezusin në kryq. Pra unë ju dua kaq. Dhe Jezus i hapi duar në kryq. Ju dua kaq shumë dhe u kryqëzua për ne. Edhe kur vjen dhe e shikon Perëndin duke sakrifikuar në këtë lloj forme për ne, në këtë lloj mënyre për ne, atëherë çfarë duhet të bëjmë neve për Zot? Një nga gjërat që neve duhet të bëjmë është vargu 6. Ejani të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Kur të thot përkulesh, ti mund të rrish drejt. Ti mund të përkulesh edhe të gjunjëzohesh, por pelenarin e ke këtu në mendje dhe ke këtu në zemër. Kur Zoti kërkon zemrën që ti të përkulesh përpara Zotit. Po, ti më ke bërë. Po, ti ke sakrifikuar për. Edhe kur neve i deklarojmë këto gjëra, çfarë po themi për Zotin? Zoti na do pafundësisht. Edhe kur themi që Zoti na do pafundësisht, edhe ne nuk do të kemi frikë. Edhe pse kjo pjesë është e vështirë për ne. Por nuk do të kemi frikë që edhe pse mund të largohemi nga kjo jetë, ne mendojmë që kjo jetë duke punuar edhe duke siguruar mund të jetë jetë e bukur. Por më e bukur do të jetë jeta me Perëndin. Është një glimtë shumë e vogël, e papërfillshme, që ne shikojmë bukuri këtu. Ne mund shijojmë bukuritë e natyrës që Perëndia na ka bërë, që janë me të vërtet manitse. Kombinimi i ngjyrave është shumë i përsosur, që nuk mund të arrihen dot. Edhe kamerat më të mira, edhe piktorët më të mirë nuk arrin dot që t'i japin ato ngjyrat kaq perfekte, saç mund të shikosh ti një peizazh me sy të lirë. Këtë e ka bërë Perëndia. Dhe edhe Zoti na fton edhe sot, ejani të adhurojmë Perëndin. Ejani të shkojmë në vendin ku mblidhemi të gjithë bashkë, kisha dhe të adhurojmë Zotin. Pse është e rëndësishme që ne të mblidhemi bashkë? Shumë njerëz sot, kjo është një sëmundje e përgjithshme që është botërore. Për shkak të Covidit shumë njerëz zgjedhin, kanë thënë do adhuroj online. Nuk do shkoj në kishë. Edhe shpesh herë, më thënë, të është një shaka amerikane, do të adhuroj Perëndin tek televizori me bijamet e mia, pa u ndrruar, pa u vesh aty në koltukun ti. Po kjo është një gjë shumë e ulët në thonjza, sepse do ketë momente që ti e ketë pamundur nga ana shëndetësore që ti të mos të shkosh dot. Dhe kishte njerëz në Amerikë për shembull që janë të shtrirë në krevat, nuk ngrihen dot. Pra do angazhohen, le të themi të paktën 10 veta që ta marrin ta çojnë atje, plus një ambulancë ose një makinë me krevat. Edhe është e kuptueshme kjo pjesë. Por ti në qoftë se ti je me këmbë me duar, kur ti mlidhe së bashku me kishën, ti ishu dhe hishën. Ky është mendimi im personal. Ka shumë edhe kolegë këtu në Shqipëri që nuk dishën serioz. Mua më pëlqeu, nuk e di, më duket se më ka thënë Gelën këtë lloj kuptimi, por kanë thënë edhe ca histori të tjera. Që kur ti shkon
do më thëmë në me kishën që ta dhërosh së bashku, ti vishesh hishëm, sepse po imagjinon vetëm se po shkon për para Perëndis. Pra ne vishemi hishëm kur shkojmë në një fest, në një dasëm ose në një drekë, vishemi bukur, lezetshëm, madje vajzat, gratë në përgjithësi shkojnë edhe rregullojnë edhe flokët e ku të diun këto gjërat e tjera. Për një orë kohë atje, angazhohen shumë. Apo jo? Ka nga ato që angazhohen edhe për të blerë fustane, që mund të shkoj ai i shkret shoppingu një javë rresht për të ndarë mendin se çfarë do zgjedh. Apo jo? Edhe në fund prap nuk e pëlqen, zonë. Ç'është një tjetër. Për te shakave të ngrohta që kemi me njëri tjetrin, po kur neve vishemi hishëm, ne shkojmë, pra, po shkojmë për para mbretit. Dikush tjetër tha, e kishim thuar, ishte një predikues, ishte goxha me emër, edhe e kishim ftuar që të predikonte, të ndante një mesazh për para mbretit. I hyri frika. Dhe po i ndriteshin gjunjët sepse do thoshte, donte do thoshte ca të vërteta që edhe jeta e mbretit ishte në kontradikt me të vërtetën. Për shembull kur Perëndia thot mos vidh, mbreti e bënte. Si vidh thash? Vidh the qytetarët me ligj. Mos mashtro e kështu me radhë. Edhe ndërsa po shkonte përpara po i driteshin gjunjët, edhe në shënimet e tij kishte lënë këtë pjesë. O po se çfarë do bëj tani që do shkoj përpara mbretit, çfarë do them, si do ta them. Kam shumë frikë. Inkurajimi që i la vetës së tij, mos ki frikë, sepse mbreti që ti beson dhe ti ndjek, është më i madh dhe është më i fuqishëm se sa ky mbreti që ti po shkon të flasësh. Ky mbret, më falni, merr urdhra nga mbreti im. Kështu që pse të kem frikë? Edhe shkoj dhe ndau mesazhin që kishte përgatitur. Kur ne vi me hieshi përpara Perëndis, kur neve bëjmë nga koha jon, po, me vërtet mund të kemi dhe sakrifica që neve sakrifikojmë nga koha që të vinë. Po, mund keni lënë diçka të rëndësishme. Po, dhe shumë njerëz të tjerë kanë shtryrë drejt. Ne për shembull personalisht i kemi shtyr drekat që kemi bërë familjarët, dhe kishin 12, ne kemi shkuar dhe 1/2 duke llogaritur dhe rrugën. Për shembull, nëse do të shkonin edhe në Elbasan. Po dhe në Lushnjë të shkosh prapë do kohën. Gjithmonë, por ama këtë e kemi bërë, domethënë të qartë. Neve kemi kohën që adhurojmë Perëndin nga kjo kohë deri në. Pse është e rëndësishme pra kjo gjë? Sepse Zoti na ka bërë, sepse Zoti na ka krijuar, sepse Zoti na ka dhënë neve bekimin kaq të madh. Zoti kur nuk do të na braktisë. Ne mund të dukemi sikur mund të duket sikur ai e ka bërë. Sepse është për shkak të shikimit tonë të limituar. Sikur ne të mund të shikonim se çfarë do të kishte në prezencën e Zotit. Vini, 2 sekonda, se 5 sekonda janë shumë. Imagjinon, po juve e dini që tërmetet po hynë të 5 sekondëshi, janë shumë të fuqishëm dhe janë shumë të dëmshëm. 1 deri në 2 sekonda, 2 sekonda, 3 sekonda, janë të pranueshme. Po hyri të 5 sekondëshi, është shkatërrimtar. Edhe ai tërmeti ynë 2019 e kaloi 5 sekondëshi, thonë. Por dhe ishte shumë i fuqishëm sepse nuk ishte lëkundje, por ishte shkundje. Më thënë, poshtë lart, sikur të thithë, të të lëshon. Edhe për ne mund të jetë tërmet nëse kalon 5 sekondëshi, por 2 sekonda nëse neve do mund të shikonim një glims kaq të vogël se çfarë neve kemi do të kemi në prezencën e Zotit, me Perëndin, ne nuk do na shijonte fare kjo pjesë. Edhe do të sakrifikonim veten tonë, gjithçka që kishim për Zotin, që të gjithë njerëzit të mund ta shikonin.
E dini që do bëj një tregti shumë e madhe, në qoftë se njerëzit, nëse do të shitej kjo të shkojen në përjetësim me Zotin me bileta. Do të ishte një luftë katastrofike. Po të shikoni dhe filma që janë bërë, janë krijuar për fatkeqësira të mundshme dhe ata që kanë një anije, një avion për të ikur diku në atë tokën e sigurt, çfarë lufte bëhet për të u futur aty dhe për të nëse keni parë filma të tillë. Imagjinoni sikur ajo që shkosh tek Perëndia të ishte në formë të tillë. Njerëzit sot po luftojnë, po robiten, po vriten, po shkatrohen dhe duke mendojnë që kanë fuqi, kanë autoritet në dorë. Oh, sa pamand që jemi ne njerëz. Sepse përpara Zotit ne jemi të papërfillshëm nga ana e fuqisë, le të themi. Por Zoti përsëri na do ne dhe Zoti ka thënë unë dua kaq shumë në Jezus. Nëse neve arrim ta kuptojmë këtë, sepse ne mundohemi ta kuptojmë edhe me familjarët tanë, me njerëzit tanë. Kur e kuptojmë që familjarët tanë nuk na e kanë me hile, edhe që sakrifikojnë, edhe që ata nuk janë armiq tanë, nuk e di, a kemi arritur neve me kaq kohë sa kemi në besim? A kemi arritur ta kuptojmë sa e madhe është dashëria e Zotit për ne? Nëse neve do kemi arritur ta kuptojmë këtë, ne duhet ta bëjmë kohën çdo kohë. Edhe e fundit është që është shumë e rëndësishme kjo koha e adhurimit së bashku, sepse jo vetëm që neve inkurajohemi, fuqizohemi shpirtërisht vetë personalisht, por ne inkurajojmë dhe fuqizojmë njëri tjetrin. Por ne tregojmë që kemi dashuri, kemi respekt për njëri tjetrin. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo gjë. Unë ju ftoj dhe ju sfidoj të kjo pjesë, që bëni kohë për të adhuruar Zotin. Gjeni kohë. Seleksiononi gjithmonë kohës. Çfarë është kjo? Kjo mund të shtyhet për një orë. Do ta shtyj. Nëse është kur flet çështja jeta vdekje, sepse Zoti thotë jeta triumfon. Edhe Zoti nuk na ka kërkuar që të sakrifikojmë veten në një formë të tillë, domethënë. Që të shkojmë në bjerit fikë. Sepse ai ja sakrifikoi Jezus. Por ama nëse është për ne, që ne mund ta bëjmë, le ta bëjmë. Sepse Zoti është i madh, Zoti është i hirshëm, na bekon edhe na jep një mundësi shumë të madhe për te çfarë neve mund të imagjinojmë. Bani kohë për Zot. Edhe Zoti gjithmonë ka bërë kohë, do të bëj kohë për ne. Paqja dhe hiri Perëndis qoftë me gjithë secilin prej nesh. Zoti na bekoft, Zoti na dhënë forcë, Zoti na dhënë mençuri dhe zgjuarsi që gjithmonë të zgjedhim atë. Zoti ju bekoft.